Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga unë Andi Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejt për drejt në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Sot jemi ditë e premte dhe shënon 31 korrik për vitin 2026, para ditë e fundit të këtij muaji dhe me programin e mëngjesit do të qëndrojmë nga ky moment deri në orën 9 si zakonisht, në fakt me gjitha rubrikat e përditshme edhe gjatë ditës së sotme, ndërsa në muajin gusht do të jetë një hapësirë pak më e reduktuar. Gjithsesi sot do të ndalemi tek titullarët e gazetave me interes mediat online, do të shfletojmë pak siç kemi bërë gjatë këtyre ditëve në fakt shtypin e shkruar në vitin 1997 që do të thotë datën 31 korrik të 97-s gjatë ditës sotme. Do të komunikojmë së bashku për temën e ditës, që ka të bëjë me reformën territoriale. Ishte një zhvillim kryesor gjatë ditës dieshme, një propozim apo draft i Partisë Socialiste që numri i bashkive të reduktohet nga 61 në 46, dje pati një protest në Poliçan, siç e dhoni bëra me dije në program mëngjes. Sot është njoftuar një protest në Porrënjës, sepse këto janë dy bashki së bashku edhe me të tjera, që do të kemë mundësi t'i shohim me detaje, që shkrihen në një farë mënyre, mbeten si qytete, por do të bashkohen me bashki të tjera më të mëdha. Në rastin konkret, Poliçani me Beratin dhe Porrënjësi me Librazh. Do ndiqim parashikimin e modit, parashikimin e yjeve dhe do të zhvillojmë edhe një bisedë. Në fakt shumë shkurtimisht në fund të programit në lidhje me disa zhvillime në Kosovë, sepse dje u mbajt kuvendi i jashtëzakonshëm i LDK-s, Lidhjes Demokratike të Kosovës, me një numër votash le të themi shumë të ngushtë, por Lumir Abdigjiku nuk është shkarkuar, është konfirmuar sekretari i LDK-s dhe menjëherë ka nisur negociatat për koalicion me vetëvendosje, që do të thotë ndoshta më në fund pas më shumë se një vit e gjysmë, kriza politike në Kosovë mund të marrë fund dhe mund zgjidhet edhe presidenti, përveç konstituimit të kuvendit e formimit të qeverisë. Ne në këto momente nisim me pasqyrën e shtypit, me gazetën Panorama. Do të bëjmë diçka të tillë, numri i kësaj të premte për datën 31 korrik të vitit 2026. Do të ndalemi tek zhvillimet kryesore dhe çdo gjë që pasqyrohet në faqen e parë. Së pari, kemi kryer artikullin numri i kësaj të premte, data 31 korrik 2026 që jemi sot. Heqja e imunitetit, qytetarët kërkojnë arrestimin e Ballukut. Braho s'ka përgjigje. Spak lë pezull hapin e radhës. Hetimet. Kreu i prokurisë të posaçme Klodian Braho nuk dha dje një përgjigje të prerë nëse SPAK do t'i drejtohet sërish kuvendit me një kërkesë për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Kjo, pavarësisht se çdo ditë fëmijë qytetarë kërkojnë arrestimin e ish-zëvendës kryeministres, kurse lideri demokrat Sali Berisha u shpreh se qytetari digjital e ka informuar se në ambientet e SPAK ka nisur ndërtimi i një mini materniteti, duke ironizuar kështu edhe kozgjatjen hetimeve. Më tepër në lidhje me këtë argument mund të lexoni në faqen 5. Flamingot kundër sorave e korbave, Suroj kritikon retorikën e Ramës, më kujton fundin e regjimeve komuniste. Platforma Besa, analisti, Rama si liderët komunist para rënies së murit. Shohim të tjera zhvillime në këto momente që kanë të bëjnë me aktualitetin, reformë territoriale, proteste e gjithçka tjetër. Partia Socialiste shkrin 15 bashki. Ky është propozimi socialistëve që bëra me dije, qytetarët e Poliçanit në rrethin e skraparit në protest. Socialistët djegin testerat e partisë. Kryetari i Selis Roz jep publikisht dorëheqjen kryetarit i Selis Roz në Poliçan. Duke mbetur tek i njëjti argument, shoqërohet edhe me një foto dhe në fakt janë dy momente, dy foto të shkrira në një, proteste djeshme në Poliçan dhe djegje testerave të Partisë Socialiste nga ata që kanë qenë anëtar. Mazhoranca propozoi shkrirjen e bashkisë edhe malishin në protest, thirrje në Dimal kundër reformës territoriale. Edhe Dimali, pra ishura vajgurore, shkrihet dhe bashkohet me bashkinë e Beratit. Pra bashkia e Beratit merr edhe qytetet e Poliçanit edhe të Dimalit, sa i takon këtij qarku. Mbeten 12 qarqe, krijohet një koncept i ri i qytetit në fakt, ndërsa nga ana tjetër Partia Demokratike e kundërshton këtë propozim të Partisë Socialiste dhe ka propozuar edhe një ndarje me 100
bashki, pra nga 61 në 100 bashki, një propozim i Partisë Demokratike. Të shohim fakt se nuk është vendosur ende asgjë, kërkon kohën e duhur. Konsullat serbe në Shkodër për 54 serb, reagimet e forta ndaj nismës së dy qeverive. Ditmir Bushati, ish ministri punëve të jashtme, deklaron: në Beograd flitet ende për spastrim etnik në Kosovë. Ministria e jashtme ka reaguar ditën e djeshme dhe ka theksuar: prioritet, prania shqiptare në luginën e Preshevës. Mariana Koçeku ka theksuar: nuk u shërben interesave shqiptare. Këto ishin zhvillimet kryesore në gazetën Panorama në numrin e kësaj të premteje, dhe në fakt edhe në këtë të përditshme do që mbëra me dije janë gjitha zhvillimet e aktualitetit, çështje që më njëherë pas pak ke mundësi që të ndajmë mendimet së bashku. E lëm pas këtë të përditshme, pra e lëm pas gazetën Panorama, kaloj me gazetën Tema, është e radhës. Në fotën kryesore, është një moment nga homazhet e bëra ndër vite në fakt për të vrarët në 20 janar në bulevardin kryesor Dëshmorët e Kombit, dhe shkrimi kryesor ka të bëjë me atë ngjarje. Më tepër e lexoni në faqen 4. 21 janari, SPAK pret ekspertizën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të urdhrit për të qelluar, edhe kësova më tepër lexoni në brendësi. Por për vërtetës, një informacion shkurtër mund t'ua jap. Dje Klodian Braho, drejtuesi SPAK, ka pasur një takim informal me gazetarët dhe është pyetur për shumë çështje, kështu që reagimin që ka pasur apo përgjigjen që ka pasur Klodian Braho ditën e djeshme për këtë çështje e gjeni në faqen 4. Rama, kryeministri, ka theksuar: mandati i 4 kthes për Partinë Socialiste, kapitulli i ri si parti që qëndron pranë njerëzve. Partia Demokratike publikon variantin për ndarjen territoriale. Shqipëria të ndahet në 100 bashki. Rubrika Histori Dosier vjen në faqet 10-11. Biseda e Enverit me Ramizin 4 qershor 1981. Në artikullin e Zërit të Popullit u themi se pse nuk ja jepni Kosovës statusin e Republikës. Zhvendosemi në pjesën e sipërme. Nëna e 24 vjeçares Blerina Çoba Japoçela i bën denoncimin shokues në polici dhe bëhet fjalë për nënën e të rreth që humbi jetën në zjarrin në Banesë, regjistruar në postrip të Shkodrës së bashku me 2 fëmijët e saj të mitër. Antena brenda familjes muli debat me Leon për strategjinë e pushimeve. Gjykata e apelit në Selanik miraton ekstradimin e Ilir Shtufit në Shqipëri. Kalojmë tek opinionet e ditës nga Mero Baze, mund të lexoni: miti i rem i protestës paqësore më të dhunshme në histori. Pra miti i rem i protestës paqësore më të dhunshme në histori. Më tepër lexoni faqen 8 për të kuptuar eksaktësisht. Nga Fatos Çoçoli keni mundësi lexoni: turizmit shqiptar i marshin të ligat. Pra është shpreha që themi popullore etj në gjuhën e përditshme, më marsh të ligat. Turizmit shqiptar i marshin të ligat. Koriku po mbaron dhe sezoni turistik veror është në kulmin e vet. Dhe është mirë, me gjithë problematikat e përhershme, gjysmë e parë e vitit 2026 konfirmoi se turizmi vijon të jetë industria numër 1 e Shqipërisë, duke e kaluar në PBB, pra në prodhim të brendshëm bruto, kontributit nga. Në faqen 89 të plot, faqet 89. Frok Çupi shkruan: kur bëhet fjalë për atë dheun, të tjerat janë hiç. Sepse pa atë dheun nuk e asgjë. Në atë dheun tënd, edhe tymi të ngrohtë më mirë se zjarri huaj. Të gjithë mund të tradhtojnë atë dheun, nuk e braktis njeriu kur. Dhe pse vallë, shkruan ndër tjera Frok Çupi. Me opinionet e ditës se lëm pas edhe gazetën Tema, këto ishin gjitha zhvillimet e pasqyruara në këtë të përditshme. Ndalemi në këto momente nga gazetat që na kanë mbritur në versionin print në redaksi me Panorama Sport, nuk na kanë mbritur në fakt për disa ditësh gazeta Telegraf. Edhe ditët paktën Telegraf ka qenë le të themi në një periudhë pushimesh dhe me gjitha gjasat rikthehet nesër nga një gushti. Shohim Panorama Sport, numri kësaj të premteje: Tirana disiplinë ushtarake për titullin. Rregullat e reja të trajnerit Dejan Klaforić nga telefonat tek dhomat e zhveshjes. Ndërshkime për vonesat dhe sjelljen, ka edhe penalitete të dyfishta. Legionari, Interi merr vendimin Christian Aslani jashtë planeve mes fushori ekipit kombëtar dhe një nga lojtarët më të rëndësishëm në kombëtarën shqiptare, dhe Interi duket sikur nuk ka më vend.
Liga e Konferencës krye vepër. Dinamo shkrin Aluminijin, ekip sloven. Dinamo Alumini 3-0, 1-1 ndeshje parë, me rezultatin e dyja sfidave 4-1, Dinamo avancon në raundin e tretë kualifikues të Conference League, pra një prej kompeticioneve europiane. Villa, Cefalia dhe Përndreca sigurojnë kualifikimin në turin e tretë. Në sfidën e radhës do të përballen me surprizën letoneze Audan. I urojmë sukses Dinamos edhe në raundin e ardhshëm edhe shumë urime për kalimin e turit të dytë kualifikues. Në garë është edhe Egnatia, DDV Veton, Egnatia Nudh Kryq për Organikën në shtyhen shitjet, sepse dhe Egnatia vijon Kupat e Europës. Verde Blut, Elbasani pret Mario Gjatën, zyrtarizohet Vage, Partizani, ekipi ndryshon fytyrë, bie vlera në treg. Luiza Gega, Europa nderon kampionën e madhe Kuqezi. Sportistja ndryshoi historinë e atletikës shqiptare, triumfi në Myni përzgjidhet mes 26 momenteve më epike, pra nga Europa dhe eksaktësisht Europa e atletikës. Historia e Lambidakës, 69 vite pasion, 32.000 gazeta sportive koleksion, pra 69 vite pasion dhe 32.000 gazeta sportive koleksion. Në lexoni faqen 9 më tepër këtë histori interesante. Kalojmë tek zhvillimet nga futbolli europian, analiza. Alajbegovic, çfarë roli do të ketë tek Juventusi Spalletit? Bëhet fjalë për një nga talentet e Bosnjë Hercegovinës. Milan, Sule në rresht të parë opsion edhe Mastantuono. Trajneri i Brazilit, Carlo Ancelotti, ka deklaruar botrori u humb gjatë pushimit, nga tek ai pushimi në fakt prej 2 minuta gjysmë 3 minuta që lojtarët pra në një farë mënyrë konsumonin pak ujë për shkak të temperaturave. Përplasja, kundër Infantinos, UEFA kërcënon FIFA-n me bojkot. Këto ishin zhvillimet kryesore edhe në Panorama Sport. Ne në këto momente do të kemi mundësi që të vijmë pas hyrjen e shtypit, duke rikthyer në studio me mediat online. Me shumë interes në fakt, së pari do të shohim shqiptare.com, faqen zyrtare në internet, sepse edhe për ata që në një farë mënyrë nuk kanë qenë të informuar, s'kan pasur mundësi gjatë ditës djeshme, apo edhe për ata shqiptarë që jetojnë jashtë dhe sot në mëngjes në ndjekin, t'ju bëjmë dije edhe ato propozimin e Partisë Socialiste për ndryshimin e hartës territoriale. Por kemi zhvillimin kryesor në shqiptare.com së pari, duke bërë edhe përditësimin që ka të bëjë kryesisht me çështjet e ekonomisë. Vjen zhvillimi kryesor nga kolegja Eliza Gjidiku. Qeveria vendos shënjim të detyrueshëm të karburanteve për të gjurmuar zinxhirin e furnizimit. Tarif kompanive 6.5 euro për 1.000 litra. Një projekt akt që parashikon që nafta dhe benzina, përpara se të hidhen në qarkullim të lirë, të nënshtrojnë detyrimisht një proces i shënjimi me një substancë të posaçme, e cila do të mundësojë identifikimin dhe gjurmimin e tyre për gjatë gjithë zinxhirit të furnizimit. Shohim në këto momente, opinioni vjen nga Mirobaze. Miti i rem i protestës paqësore më të dhunshme në histori. Nuk janë të dhunshme protestat që thyen xhama apo që përleshen me policinë, brenda tyre ka një inspirat për paqe, pasi është një zemërim. Të plot mund të lexoni në brendësi duke klikuar. Kalojmë këto momente tek ajo çështje që do trajtojmë edhe si temë dite dhe që është një zhvillim kryesor patjetër, megjithëse nuk është një vendimarrje finale ku vendit e tjerë, është një propozim i Partisë Socialiste. Por Partia Socialiste në një farë mënyrë nëse do të jetë me një votim të thjeshtë në pas në kuvend, i ka votat. Reforma territoriale. Report Televizion siguron draftin e Partisë Socialiste. Shkrihen 15 bashki, nga 61 të shkojnë në 46, mbeten 12 qarqet dhe qyteti një nivel i ri qeverisjes, rinasti i shtohet Tiranës. Dhe nëse shohim për gjithë ata që ndoshta ende nuk janë njohur apo edhe në detaj me këtë zhvillim, kjo tabel tregon gjithë shka. Thuhet bashkitë që konsolidohen, Fusharës plus Puk, bëhet bashki e re Puk, që do të thotë shkrihet bashkia e Fusharzit, kjo është e kuptueshme. Klosi bashkohet me Matin, Rogozhina shkrihet si bashki bashkohet me Kavajën dhe bashkia e re del bashkia e Kavaj, që është dhe ekzistuese, po themi bashkia e re, duke qenë që bashkohet dhe Rogozhina. Më pas kemi në fakt 1, 2 apo 3 super bashki. Njëra prej tyre do të jetë ajo e Beratit, që merr edhe Poliçanin,
që momentalisht është pjesë e rrethit Skaparit dhe merr Berati, 20 km larg, edhe Dimali, ishura vajgurore, Dimali shkrihet si bashki, mbetet si qytet, prandaj është koncept i ri i qytetit. Do të thotë edhe Fusharzi mbetet qytet, nuk është se kthehet njësi administrative. Kjo është një, le të themi, njërisi e Partisë Socialiste në këtë propozim. Patosi bashkohet me Fierin, Divjaka bashkohet me Lushnjën, Selenica me Vlorën, Maliqi me Korçën, Këlqyra me Përmetin, edhe ngel bashkia e Përmetit, me Malije me Tepelenën, Libohova me Gjirokastrën, Cëriku dhe Belshi bashkohen Elbasanit dhe Prenja si bashkohet Librazhdit, si që theksu. Dy super bashki do dalin, fakt Elbasani dhe Berati, sepse Elbasani i bashkohet edhe Cëriku dhe Belshi, pra dy që janë bashki momentalisht, Berati bashkohet Dimali dhe Poliçani që janë momentalisht bashki. Mirë, ndërkaq, si që theksuam, Partia Demokratike ka prezentuar dhe ka propozuar një hartë me 100 bashki, 12 qarqe dhe 6 rajone. Dhe së fundmi, se e takon shqiptarja.com, faqes zyrtare në internet, prania besnike, dokumenti i ri i Ramës, dhe ka theksuar dje kryeministri. Partia Socialiste me një frym të re, dëgjimi i qytetarit pika e parë, do të ikja po të mos ishte për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, ka theksuar kryeministri. Pra, okay, dokumenti Besa, tash me një tjetër dokument, prania besnike, që aty është në një farë mënyrë, prania besnike, Besa, thuajse e njëjta gjë. E lëm pas shqiptarja.com, faqen zyrtare në internet, do të kemë mundësi që me njëherë dhe pa humbur shumë kohë zhvendosemi në kohën ditore, për gjithë dhe për të marrë disa zhvillime në fakt nga Kosova, ato që unë bëra me dije, zhvillime të rëndësishme politike që do të kemë mundësi që edhe t'i diskutojmë në pjesën e fundit programit nëpërmjet bisede me një analist politik. Abdi Xhiku mbijeton. Lumir Abdi Xhiku rikonfirmohet kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra një parti me histori në Kosovë. Abdi Xhiku deklaron do të përpiqem të bashkoj LDK-n e të shmang tendencat e bërçarjes me 15 apo 17 vota në fakt i ka mbijetuar këtij, le të themi, mocionit për shkarkimin dhe me njëherë LDK-ja u është rikthyer negociatave me lëvizjen vetvendosje. Abdi Xhiku paralajmëron Ramën, për parim Ramën, kryetarin e komunës së Prishtinës. Zemaj nga LDK-ja thotë menduam se ndryshimi sjell sukses, por shumica mendoi ndryshe. Pra është ai që kishte edhe iniciativën për të shkarkuar Lumir Abdi Xhikun dhe së fundmi Vjosa Osmani për Abdi Xhikun, duke postuar dhe një foto me të, ka deklaruar jo çdo fitore është e zakonshme, disa fitore bëhen frymëzim. Shihet në fakt rikonfirmimi i Lumir Abdi Xhikut si një mundësi që Kosova dalë nga kriza, sepse mund të kemi një marrëveshje apo një koalicion LDK-VV, pra lëvizja vetvendosi që mund zgjidhet edhe presidenti. Nga koha ditore, së fundmi në Corriere della Sera, pra në median prestigjioze italiane, do të kemi mundësi që zhvendosemi për të marrë disa nga zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Rikthehemi në studio për të kaluar edhe në Corriere della Sera. Jemi këto mende për të bëjmë përditësimin në fakt të minutave të fundit dhe mjaft mirë që bëjmë një përditësim të tillë, sepse nga ora 5:30 për shembull që unë kam edhe një sy Corriere della Sera dhe mediave tjera deri më tani ka ndryshime. Në foto është presidenti SBA-ve Donald Trump dhe zhvillimi që shoqëron apo lajmi shkrimi që shoqëron është ky. Donald Trump zbulon apo bën me dije, kemi arritur një marrëveshje historike për çarmatosjen e Hamasit. Izraeli do të largohet nga rripi i Gazës, por në fakt të dyja këto palë në një farë mënyre le të themi frenojnë ose thonë ta marrim me ngadalë apo shtruar diçka të tillë. Pra, edhe një tjetër Trump zyrtarizon, kemi arritur një marrëveshje historike për çarmatimin e Hamasit, që ndoshta do të sillet aty në rripin e Gazës apo edhe në situatën me Izraelin, një situatë krejt tjetër. Izraeli thekson presidenti amerikan do të largohet nga rripi i Gazës, por ende nuk ka diçka po e themi konkrete. Palët që janë përfshira në këtë situatë në një farë mënyrë frenojnë. 400 ushtarë italian nga muaji mars i vitit ardhshëm do të zhvendosen në Arabinë Saudite për të mbrojtur hapësirën ajrore nga raketat e Iranit. Pra edhe një 400 ushtarë italian nga marsi në Arabinë Saudite për të mbrojtur hapësirën ajrore të këtij shteti nga raketat e Iranit. Ecim më tej. Presidenti Zelenski, pra fokusohemi tek lufta tjetër. Presidenti i Ukrainës Zelenski tregon foto në një familje ruse
që është goditur në fakt po nga raketat ruse. Durov, një zyrtar, Durov ka deklaruar që kam refuzuar censurën e Moskës sepse më konsiderojnë pra edhe një terrorist. Dhe së fundmi shoqërohet edhe me një foto në Spanjë, mira emigrant në Ceuta. 18 persona kanë humbur jetën, të paktën 20 rezultojnë të zhdukur. Giorgia Meloni, kryeministri i Italisë në këtë rast, bën me dije që jemi gati të pezullojmë marrëveshjen Schengen, ndërsa Madridi ka thirrur pra le të themi në raportim ambasadorin italian. Ceuta është një territor në fakt spanjoll, por që ndodhet në kufi me Marokun në Afrikë. Kjo është situata sepse ja pra shumë mirë tregohet edhe në këtë hartë. Pra Ceuta, Maroku, jemi absolutisht në një farë mënyrë në pjesën e Afrikës, territor spanjoll, qyteti Ceuta që është mbushur tërësisht me emigrantë. Mirë, këto ishin zhvillimet kryesore edhe në Corriere della Sera dhe kjo ishte gjithë pasqyrë e shtypit për ditën e sotme.